Sektori i arbitrimit organizoi një takim përpara pjesës së Final Fourit me të 4 ekipet, ku prezent ishin trajnerët, drejtorët teknik dhe kapitenët, dhe sqaruam disa vendime të marrë gjatë 36 javëve të kampionatit, vendime të cilat në disa momente kanë pas edhe polemikat e tyre, por ne patim fatin e mirë që t'japin dhe vendimet zyrtare të këtyre lloj vendimeve. Në rast se vendimet të kësaj natyre do të jenë prezente në fazën e Final Fourit, tashmë trajneri, kapitenët e dinë se kush janë vendimet zyrtare, gjë të cilën ato patjetër duhet të transmetojnë dhe lojtarëve të tjerë në fushë. Pati debata për disa situata, sepse debatet shpeshherë bëjnë që edhe ne të reflektojmë dhe të marrim, edhe ne si pjesë e arbitrimit të marrim vendime të sakta. Them se ja vleti dhe kjo vjen edhe nga vlerësimi dhe nga feedbacku që dhanë të 4 të përfaqësuesit e ekipeve sot këtu mbas mbledhjes. Është një takim që bëm me sektorin e arbitrimit nga Federata Shqiptare e Futbollit në prag të ndeshjeve të Final Fourit për të sqaruar ndoshta ndryshimet e rregullore të fundit ose episodet e gjatë kampionatit që kanë pas ndryshimet e veta. Sigurisht që si përfaqësues të ekipeve ne kemi për detyrë të sqarojmë shokët e ekipit ndoshta për ca vendime apo ndryshime në rregullore. Kështu që është e rëndësishme që gjithë jemi të qartë nga vendimet që do merren fushë nga arbitrat dhe mundohemi që të jemi sa më bashkëpunues.